Profesor, me një barazim 0-0 në transfert në Shkodër, besoj se largohen Ignacio nga Shkodra. Me çdo lloj rezultati nga Shkodra largohesh gjithmonë Ignacio, sepse në Shkodër luhet futboll. Prandaj edhe ndeshjet tona me Shkodrën bëhen më të bukura, sepse edhe Shkodra kërkon një futboll të hapur, edhe ne kërkojmë një futboll të hapur dhe në këtë moment prodhohet spektakël. Sigurisht që duke parë që specifika e kupës është me eliminim, ndoshta ka një farë ndrydhje, sepse ke vetëm 2 ndeshje mundësi që të vazhdosh më tej, por që gjithsesi është na vjen mirë që edhe sot, sidomos pjesën e parë prodhuam një futboll goxha të mirë, që mundet edhe të kishim shënuar, por që një barazim në Shkodër nuk është rezultat i keq. Ju thoni luhet futboll, por as defikator. Atëherë unë e përmenda sepse thash që specifika e kupës bën që ekipet të jenë akoma më të kujdesshme, sepse nëse nuk ka shtesë ndeshja pasardhëse, ke në dispozicion vetëm 180 minuta për të vazhduar më tej. Si e vlerësoni lojën e ekipit tuaj sot në ndeshje? Besoj që me gjithë problematikat që kemi ne, sepse Gudjabi është futur në ndeshje me temperaturë, i Todo ka rreth 2 muaj që nuk luan futboll për shkak të dëmtimeve, edhe mungesave të tjera, jo bregu, jo dita, me gjithë problemet që kemi. Besoj që ishte një paraqitje mbi mesataren dhe ajo që bëri që të përballojnë sa më mirë vllaznin ishte fakti që lojtarët e mi dhanë gjithë maksimumin. Me çfarë pam gjatë lojës edhe me ndrimet, duket se e kërkuat fitoren në Lore Borisi. Sigurisht që nëse ndeshjen e kthimit ti je në avantazh me Shkodrën, është një hap i madh, sepse ashtu si dhe neve dhe Shkodra ka lojtarë që në çdo moment mund të godasin. Kështu që pak më të kujdesshëm, por që edhe ne edhe Shkodra kërkoi që të shkonte drejt fitores, pavarësisht se patëm një farë ekuilibri më mbrapa, pak më të mirë për atë që unë thash edhe pak më sipër. Çfarë do të përmirësoni që të ketë një fitore në ndeshjen e radhës? Nëse presim të na ngrihen sepse ka shumë lojtarë që me gjithmonë kanë ardhur mbas dëmtimeve, por që nuk e kanë formën e tyre të duhur. Kjo u pa vurë sot tek i Todo, që është goleshënuesi i jon, apo një nga 3 goleshënuesët tonë, sepse edhe Zabërgja dhe Devi janë aty afër. Sot me mungesë të shumë lojrave, nuk ishte në gjendjen e tij më të mirë, sepse në atë pak minuta sa u fut, nuk bëri atë që ai bën gjithmonë. Në Elbasan Arena, si janë shanset Dinamo Vllaznia? 50-50, sepse rezultati 0-0, heqja e golave në fushë kundërshtare edhe po të ishte një barazim, pra barazimet edhe me gola dhe pa gola. Sigurisht që janë 50-50, po të shikoni edhe curin që kemi në kampionat është pak a shumë me pikë barabarta, kështu që besoj që për te ndeshjeve që ne me Vllaznin kemi një, po themi, kemi disa fitore, apo kemi 2 fitore dhe një barazim, kjo nuk ka të bëjë, kështu që besoj që shansi është 50-50. A mendon që ka kohë të hiqen shtesat nëse 2 ndeshje dalin barazim, siç e ka heqë Italia, Franca, ata e kanë me 1 ndeshje dhe kalojnë direkt te penaltit, pra. Them drejtën, është një pyetje që se kisha menduar. Por tashti që po më thua përgjigje me këtë që më vjen, me këtë kampionat në ngjeshur që kemi neve, me këtë kohë të shkurtër për që në herën 3-4 ditë zhvillohen ndeshje, ndoshta mund të ishte një gjë pozitive edhe kjo që u thatë që të kalohet direkt e penaltisë, sepse vuajmë edhe ngjeshjen e ndeshjeve çdo 3-4 ditë. Dinamo Vllaznia rivalin në kupë, por rivalin në kampionat. Do të ndeshni edhe një herë tjetër me Vllaznin përpos takimit të kthimit gjysmë final. Besoj që për mos përsëritur veten që kemi bërë një rrugtim si ne si Vllaznia goxha të mirë në kampionat.
Janë dy ndeshje që ndoshta nuk i gjajnë njëra tjetrës, sepse njëra është me eliminim dhe njëra është me vazhdimsi, pavarësisht se jemi në limitet e kampionatit, por që besoj që është shumë e vështirë të lush me Vllaznin, por që në fund fare është edhe po aq e bukur. E dy trofet i synon Dinamo? Them drejtën, ne për momentin duhet të fokusohemi te kampionati, që të gjejmë një pozicion sa më të mirë. Pastaj për të parë se çfarë mund të bëjmë deri në fund kampionatit, sepse me Final Four nuk i dihet se çfarë ndodh asnjëherë. Nuk kemi pasur, janë gjëra që janë të zakonshme, nëse ndonjëri hedh një fjalë në tribunë, sigurisht që nuk mund ta prishi atë ambient që Shkodra krijon për me luajtur futboll. Suksese!